Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe këtë pasdite këto në detaje. Në këtë fillim javës e hënë, po shpresoj shumë që e keni kalu një ditë mirë edhe ka me vazhdu kështu komplet java. Atëherë të dashur miq, po ju përshëndes edhe unë nga kjo studia jonë, jo aqe madhe në fakt, po me shumë ngjyra dhe me shumë dashuri. Po, pikërisht. Atëherë Ilda sot po pa unë kohë dona e kishim prezantu të ftuara për sot. Po ta jap mundësinë. Okej. Atëherë kam kënaqësinë, në fakt kemi kënaqësinë që sot ta kemi një personazh. Nuk po i them këngëtare sepse përveç këngëtares ajo është edhe profesoreshe edhe gjithçka tjetër, po besoj që gjeneratat, ndoshta kjo gjenerata e mesme me thonë, gjenerata e festivaleve, për ta nuk ka nevojë ndoshta me bo shumë prezantim sepse ata e njohin. Atëherë nuk po e zgjati shumë, me neve sot është Besa Morina. Besa, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe nga ju, faleminderit shumë edhe nga ju për ftesën që na keni bërë. Atëherë Besë i ke mungu që një kohë gjatë skenës, realisht. Çka është të bo Besa? Çka ka bo gjatë kësaj kohe? Edona ndoshta i ka mungu skenës, mirë po, në fakt ndoshta i ka munguar këndimit, mirë po muzikës i jo. Përderisa unë punoj edhe në Prishtinë, në shkollën e Vrashëri, gjithashtu punoj edhe në Institutin e Kosovës për politika zhvillimore, ku jam përfaqësuese, edhe aty mirë me talenta, do të thonë në lëmin e muzikës nuk ka munguar, vetëm në skenë po, në këndim. Tani për tani jam në pushim të Lehonis, këndimit do t'i kthejmë përsëri së shpejti, po gjithashtu do t'i kthejmë edhe punës, edhe pak mbet, jo edhe shumë, edhe 2 muaj, por po shpresoj që së shpejti do t'a shohim Besa Morinën prapë në skenë dhe me këngë të mira shqipe. Po shpresojmë edhe ne në fakt, sepse po na mungon. E tha edhe vetë Besa që në asë një mënyrë nuk po shkëputet prej muzikës, si në profesoresh me nxënës, si edhe me muzikë. A qatë mbon kaq lidhën me muzikën? Që për shkruan punën në aspekt? Dashuria, entuziazmi për muzikën që e kam, unë nuk lodhëm asnjëherë. Po. E dua shumë me mish e me shpirt në një fjalë popullore. Andaj nuk lodhëm, por vetëm kënaqem kur punoj me këtë profesion që e kam. Me qenë se jemi të muzika, a mund shme po një farë krahasimi, po menoj na pedim që ti ende vazhdon me qenë aktive, po ndoshta jo sa ke qenë më herët. Për shembull gjatë kohës festivaleve, sepse dim që ti ke marrë pjesë në shumë festivale, besaki edhe çmime. Çu sheshet që të farë ndryshimin që po ndodhe realisht në muzikë? Të drejtën më herët, kur isha dhe vetë pjesëmarrëse në festivalet të ndryshme muzikore, qoftë në Kosovë, Shqipëri apo Maqedoni, në atë kohë muzika ka qenë të drejtën shumë e pasër. Këngëtarët të cilët kanë marrë pjesë në këto festivale, thjesht e kanë pas tekstin e mirë, teksti ka qenë domethënës. Melodia gjithashtu ka qenë e kapshme për vesh, dhe gjithashtu edhe performanca e çdo këngëtari ka qenë jashtëzakonisht e shkëlqyeshme. Mirë po tani, fatkeqësisht edhe nuk mund të bëjmë ndonjë krahasim të madh, sepse në Kosovë mungojnë festivale tani. Mirë po, përderisa ne kemi Shqipërinë, ajo që na hap dyer gjithmonë, neve shqiptarëve të Kosovës apo të Maqedonisë, prap mund të them që mund ta jap një mendim, pothuajse, që festivalet nuk janë sikur kanë qenë më herët. Çka po mendon, fal shumë do po du me vani pyetje këto. Çka po mendon që ka ndikuar te ky ndryshim, konkurrenca apo çka është në pyetje sipas juve? Konkurrenca. Po, konkurrenca bën vetën tani. A mundesh me na tregu për shembull Bes, na një ngjarje interesant, kështu që të ka ndodhur
në festivale, qoftë me kolega, ose ndonjë incident, ose nëse vesh kujtohet diçka. Keni shumë për me tregu. Në festivale jo, nuk më ka ndodhur, po në këndim, në një koncert kur isha, sepse me muzikë mirëm që nga familja, po thuaj se kam qenë pjesëmarrëse në gjitha aktivitetet muzikore që jam bajt në atë kohë në shkollën fillore. Pastaj, kur në shkollë të mesme, unë fillova të bëj edhe albumin tim, gjithashtu ta kem çdo këngë timin, çdo këngë të albumit tim ta kem edhe me klip. Dhe isha me një fjalë në trend në atë kohë, më ftuan në një koncert në Prizren, dhe unë isha shumë e vogël. Po dalin në skenë një numër i madh i këngëtarëve tanë të cilët kanë emër, edhe tani kanë emër. Ata e përfunduan paraqitjen e tyre në skenë dhe kanë harru. Me të prezentuar. Ju ka dalë mendja. Jo, me kanë prezentuar, po mikrofonin më kanë lënë shumë lart. Unë isha e vogël. Unë isha shumë e vogël. Dhe në atë kohë më ftuan për ta kënduar këngën, një hit mund ta them, një hit i imi që ka qenë si e vogël. Këtu linda, këtu do vdes. Pasi që kam dalë në skenë, unë kur e kam pa mikrofonin që më kanë lënë shumë lart, jam kthy, vetëm i kam përshëndetur publikun dhe jam kthy mbrapa prapë skenë. Ju kam thënë nëse ka mundësi, mikrofonin ma ulni, sepse unë nuk mund të këndoj, nuk mund ta mbrej mikrofonin kështu me dorë për ta kënduar këngën. Kjo ka qenë njëra prej rasteve që më ka ndodhur, tjerat nuk më kujtohen momentalisht. Ilda, pasi jemi te këngët, a kishim dëgjuar një këngë të Besës, për ndoshta me ja rikujtuar edhe shikuesve tanë. Po e dëgjojmë këngën A jena na. Ndëgjojmë edhe kthehemi, po. Jena na, baby ti kalzon ma jena na, a jena na, baby ti kalzon ma jena na. U rikthyem në studio kështu pasi që dëgjuam njërin nga hitet e Besës A jena na. Besa, po du me ditë, pasi që u rikthyem në studio, qysh kanë qenë fillimet e karrierës t'juve? Fillimet e karrierës sime kanë qenë jo dhe të lehta, sepse e përmend edhe më herët, unë kam fillu të këndoj shumë herët, si e vogël, mirë po këngën time të parë e kam punuar mu në periudhën e luftës në Kosovë, ku atë këngë, unë e kam punuar edhe me klip, për të transmetuar pastaj kjo këngë nuk ishte aq pak e lehtë, sepse kjo këngë u transmetoi në atë kohë vetëm në televizionin e Shqipërisë, bëri një bum të madh, ku me këtë këngë mora pjesë në shumë vende të Kosovës për ta kënduar këtë këngë. Nuk ka qenë as pak e lehtë, sepse tematika e kësaj këngë ka qenë për vendin tonë. Do më thënë për periudhën e luftës në Kosovë që mbretëronte në atë kohë. Më pas, këtë këngë përveç në Kosovë që e kam kënduar, unë e kam kënduar gjatë luftës edhe në Turqi, këtë këngë mirë po me një fjalë nuk ka qenë as pak i lehtë fillimi i karrierës sime, se kam filluar pikërisht në periudhën e luftës në Kosovë. Po du me ditë, a ke pas paragjykime, ose a keni pas mbështetjen e familjes? Se është e rëndësishme që këto vendimet mëdha ta kemi të paktën një mbështetje. Përveç mbështetjen që kam pas nga mësimdhënësit e muzikës në shkollën e muzikës që isha, e kisha përkrajnë edhe nga shokët dhe shoqet e mia, mirë po përkrajnë më të madhe e kam pas nga familja ime, ku i falenderoj pa mas, që të dy prindërit e mi, gjithashtu motrat dhe vllaun tim, të cilët më kanë përkrahur jashtëzakonisht shumë. E mbi gjitha e kisha veçuar babain tim të ndjer, prej të cilit edhe e kam zhvilluar këtë talent. Sepse babai im ka kënduar shumë bukur, prandaj jam munduar që atë mbështetje që më ka dhënë, unë ta vazhdoj, Po, një farë pas të bërë një profesioniste në muzikë, ta mbaroj shkollën e mesme të muzikës, fakultetin dhe masterin. Për t'u gjenë pastaj gjeneratave të reja në vendin tim. Apshel, një shembull shumë i mirë ndoshta i gjithë prindërve për mi mbështet sa më shumë vajzat e tyre. Po më intereson Besë, kush t'i ka shkruar tekstet në atë kohë? Në atë kohë albumi im. Po kështu edhe në përgjithësi me këngë ke bashkëpunuar. Po. Në fillimin e karrierës sime, këngët e mia janë kompozuar nga këngëtari apo kompozitori Almendri Xhavagiçi.
8 këngë që ka përmbajtur albumi im, janë të punuar nga Armendi, pastaj tekstet kanë qenë të Aida Barakut, pas albumit, pastaj kam vazhduar her pas here nga një këngë kur e kam kam punuar edhe me kompozitorë të tjerë, ka qenë Alfred Kaçinari, ka qenë Çekiç Bic, pastaj prap jam rikthyer me një këngë nga Medreç Bagiçi e shumë kompozitorë të tjerë. Okej. Ç'është është puna me Armendin, Besa? Të drejtën, sa është detaje, sa është kërkues? Armendi, të drejtën Armendi është një kompozitor, mund të them edhe një mik, po përndryshe për mu ka qenë një mik shumë i afërt në atë kohë kur kam punuar albumin tim me ta, sepse isha shumë e vogël dhe më kanë çmuar thjesht shumë në talentin tim dhe në performancën time në përgjithësi. Po na vjen shumë mirë që keni pas një bashkëpunim dhe kanë mbetë sot asaj dite këngë që keni prodhu. Po, besa as nuk dyshoj në këngë që i bën Armendi. Besë, për shambullon e si një ndjekë se jotja, e di që i shumë e angazhume. Puna jote dhe më thonë shqjetë edhe në përjete sociale me nxansat e tu edhe besa ka njerë e pës vetën kështu a lodhet mëre kjo besnaj të nkonë është me nxansa, me zbulimin e talentave trime. Që ka bënë realisht besa në institut me sa e di, po që... Po, unë përveç që punoj në shkollën e Infrashëri në Prishtinë, si mësimdhënëse e muzikës, punoj edhe në Institutin e Kosovës për politika zhvillimore, në një institut i cili është krijuar në vitin 2004. Unë nuk punoj për vitin 2004 në këtë institut. Mirë po, punoj më vonë, do më thonë, ku jam përfaqësuese. Ky institut ka implementuar një numër të madh të projekteve, qoftë në art muzikor, qoftë në art figurativ dhe qoftë në edukat fizike. Unë aty jam përfaqësuese, mirë natyrisht me zbulimin e talentëve, në këndim, ku e kisha veçuar një prej këtyre aktiviteteve. Ne kemi pas shumë aktivitete, po njërin prej tyre do ta ceki tani. Kemi bërë zbulimin e talentëve, sidomos në komunën e Prishtinës, ku kemi shkuar në çdo shkollë të Prishtinës, mësimdhënësi i ka veçuar 10 nxënës të cilët janë më të mirët, prej më të mirëve. Ne pastaj kemi shku, i kemi vizitu, e kemi zgjedhur vetëm njërin prej tyre, që pastaj në fund secilin fitues të secilës shkollë që kemi marrë nga Prishtina, ta bëjmë një garë komunale. Përveç kësaj gare, ne kemi punuar dhe shumë projekte të tjera me këtë institut. E kisha veçuar edhe një rast të tillë ku edhe në pandemi ky institut e ka bërë të pamundurën, kur e dini shumë mirë një numër i madh, faktikisht edhe vetëm po e përfshi, kemi qenë të mbyllur. E çush e keni realizuar? Në kohën e pandemisë, instituti ka qenë ai i cili e ka kriju një, thjesht mund të them një platformë përmes Instagramit, tim dhe të institutit, ku fëmijët kanë thjesht për t'u argëtuar edhe ata, së bashku me neve, kanë kënduar këngë, i kanë xhiruar me telefon, dhe pastaj na kanë dërguar neve. Ne nuk i kemi zgjedhur fitues. Ne kemi qitë për shembull në për rrjetet sociale, qoftë sidomos zakonisht kemi bërë në për story, ku në storyt e institutit dhe gjithashtu në Instagramin tim, publiku apo followersa që i kemi, ata kanë vendosur se cili do të jetë çdo natë një fitues për atyre garuzëve. Garuz kanë qenë ndoshta 20 persona, 20 fëmijë. Kanë qenë ata vetëm edhe këtë duhet ta cekin se nuk kanë qenë, do të thotë vetëm të Prishtinës, kanë qenë gjithë Kosova që ka marrë pjesë. Dhe këtë garë, ne kemi mbajt pothuajse 1 muaj në vazhdim, pa ndërprej. Ka pas një numër i madh i të rinjve të Kosovës, do të thonë edhe shkollat fillore, po edhe nxënës të shkollave të mesme kanë marrë pjesë në këtë event, faktikisht, ku jemi argëtuar së bashku me ta, edhe ata me neve, po edhe na me ta. Po gjithashtu edhe publiku. Kjo publiku besa që Kosova është e mbushur me talenta, apo jo, a keni këtë perceptim? Po,
dhe unë e kam mendimin e njëjtë, sikurse jo, një numër i madh ekziston i talentëve, vetëm se me këta talent duhet të punohet. Gjithë e dim, talenti është i lindur, secili njeri ka talent për dikun, qoftë në muzikë apo në lëmi tjetër. Nëse marrim në muzikë, atëherë ai fëmijë që ka talent në muzikë, duhet të mirët me atë person dikush, një njeri kompetent, për ta zhvilluar talentin e tij apo të saj. E jo të ngelet ai talent e të shuhet. Po, fatkeqësisht. Thoni që nëse nuk punohet me fëmijë, sinqerisht, po i them, këtë gjë unë e bëj jo vetëm në institut, po këtë gjë e bëj edhe në shkollën e Prashërit. Mundohem që thjesht çdo nxënës që e vrej që ka talent, unë sinqerisht e jap maksimumin për ta. E vërtetë. Unë e jap maksimumin për ta. Unë gëzohem kur e shoh një njeri që ka talent. Do të punoj për ta. Punoj me ta dhe fatmirësisht mundohem që sa më shpejt të paraqes në skenë. Le ta shohin edhe mësimdhënës apo le ta shohin edhe prind. E asaj shkolle, që ajo shkollë apo ai nxënës është i talentuar në muzikë. Pse mos i japet rastit që të dalë në skenë? Nuk është e thani kjo do të thotë vetëm unë që e bëj në shkollë. Këtë gjë duhet ta bëjnë në televizionet tona. Kur e shohin që ka talent, një fëmijë apo një pak më i madh në moshë, do të mirën gjithsesi do të jepet hapësirë një njeriu i cili ka talent në muzikë. Fatmirësisht, Kosova jonë ka një numër të madh të talentëve, këtë them me një përgjegjësi shumë të madhe, përderisa më ka ra me gjitha shkollat e Kosovës për të pasur punë. E veçanërisht shkollat e Prishtinës përmes institutit, që i kanë pa gjitha shkollat e Prishtinës kanë, do të thotë, talenta, një numër të madh të talentëve. A bëni këtë zbulimin e talentave edhe në komuna tjera, jeni të fokusuar veç komunën e Prishtinës? E kemi edhe komuna tjera, mirë po më të fokusuar jemi në komunën tonë të Prishtinës. Që po shkruan bezë që të punën me nxënësa, me tri, sa janë kërkues ose sa janë përkushtuar në ato që dojnë me arrit ose fillimisht kisha cekur që unë i dua shumë nxënës, prandaj kjo është e dyanshme, edhe ata më duan mu, ashtu e shoh, sepse mbaj vazhdimisht prova me ta dhe shoh që ma duan lëndën. Ndoshta që ka muzikë, nuk e di, është më atraktive. Po më atraktive, prandaj po them, unë prandaj kjo dashuria ndaj muzikës është e dyanshme, edhe unë i dua ta, edhe ata mua. Ndoshta të kisha pas ndonjë lëndë tjetër, nuk e di çka them, ndoshta nuk më kishin dashur lëndën. Në fakt besë ja u bën atraktive, sepse Po, dhe ajo është shumë e vërtetë, mundohem që të jem sa më atraktive në orë. Normal që e mbaj edhe cilësi në kabinetin tim muzikor, mirë po edhe thjesht kënaqem me ta. Ju e dini shumë mirë që lënda e muzikës është edhe pak e zhurmshme, po zhurmën faktikisht ajo zhurmë është shumë e lezetshme, shumë e simpatike, sepse nuk bëhet zhurmë sikurse zhurma e fëmijëve në lëndë tjera. Po, zhurma, po. E keni parasysh. Mirë po është e këndshme, vetë instrumentet, vetë faktikisht lënda e tillë kërkohet një zhurmë e cila është shumë e këndshme dhe e kapshme për vesh. Po, në fakt, Eldoni kom po storit zhurmë e punës faktikisht është. Po, e besës që orën gjatë orëve, dhe më thonë, kanë këndu me piano, kanë vallëzu, adhen që ndonjëherë kam thonë kështu vetë me veti, të shkoj edhe unë një orë, të besa mu arktu, po, që unë për veti e vlerësoj punën Faleminderit shumë e dona që e bën. Besat kemi po aktive edhe në për ndajat e shumëta edhe i përfshi këto edhe ndosmat. Çka kime thonë për këto ndaja? Se i përket ndaja dhe dasma, unë jam pjesëmarrëse që të dyjat, mirë po i kisha veçuar më tepër dasmat. Normal që edhe ndet e mbrëmjeve ku marr pjesë e jap një përgjegjësi mjaft madhe, mirë po tjetër është në dasma. Në dasma e ki parasysh çdo dasmor që të fton, jam e fokusuar që nga fillimi e gjë në fund, vetëm që dasmorit le të shkoj dasma ashtu siç e ka paramenduar natën e tij madhështore të martesës. Prandaj
më të mira më duken dasmat se sa mbrëmjet. Edhe ki parasysh mund të bëj edhe krahasimin e tyre, sepse më ka rrasë shumë, qoftë në shumë qytetet e Maqedonisë, e gjithashtu të Shqipërisë, e po ashtu edhe të Kosovës. E përmene veç Maqedoninë, cili është dallimi mes dasmave për shembull në Kosovë, po më në aspektin e repertoarit, sepse di që edhe në atë pjesë je shumë aktive. Po thuaj se një pjesë e Maqedonisë është e njëjtë, sigur në Kosovë, duke përfshirë Kumanovën, Shkupin, janë të ngjashme sikur se Kosova, mirë po nëse e marrim atë pjesën tjetër, nga Struga, Ohri, Kërçova, Tetova, janë shumë ndryshme dasmat se sa nga pjesa jonë. Cilën këngë e kishe veçu Besë që e kërkojnë mas shumë të ndasma? Nështë edhe jashtë planit juve? Mund të them, tash për momentin nuk më kujtohem, po janë një numër i madh i këngëve të cilat ata i kërkojnë të ndryshme, dhe më thënë nuk janë të njëjta, sikurse ne që i kemi. Për shembull, Struga shkon me ritëm mangadalt. Jo sikurse te ne, që gjithmonë kërkojmë me ritëm të shpejta për të vallëzuar. Të njëjtën gjë e posedojnë edhe dasmorët e Kërçovës, po ashtu edhe të Tetovës. Ndërsa Kumanova dhe Shkupi janë njëjtë. Po. E cilën për shembull a kina i këngë që se kishe këndu kur, edhe nëse ti shkërku? Me të them të drejtën, Shundin dhe Kiçi nuk e dua as pak. Ata dasmorët e cilët mua më kërkojnë në përdasma, e din shumë mirë që unë Shund dhe Kiç nuk këndoj. Asnjëherë. Thjesht e këndoj muzikën tonë shqipe. Po, në fakt edhe në atë moment, është e njohur pikërisht. për shembull, në atë moment nëse më kërkohet një këngë, apo para se të goditet, fakt, sepse ne dasmat i godisim më herët. Nëse goditet e dasëm, atëherë nëse kërkojnë që një pjesë e dasmës të jetë me Shund apo Keq apo Tallava, atëherë unë do të mundohem që ta gjej dikën për ta kënduar atë gjallë muzikor. Unë nuk e këndoj. Thjesht nuk më pëlqen. E këndoj muzikën time shqipe të mirëfillt. E cilën këngë Besë e këndon, se i na fokusu të këngë? Cilën e këndon mas me qefti? Qef? Ka një numër të madh të këngëve të cilat nuk e di, nuk më veçu, e sidomos këngë vjetra, të cilat e hapi programin gjithmonë me to, ku fatmirësisht të gjitha këto këngë i ka mësuar nga baba im. Pastaj vazhdoj me ato këngë tjera popullore, të cilat përdoren zakonisht në përdasma apo në det të ndryshme. Besa, kështu nuk di atë ka ra me ndëgju live, po kështu i shkrin, asë një përjeton këngë. Unë e kom po edhe në për mramjet në shkollë, më realisht ku ju punani, po qoftë edhe në udhëtime, kur shkoni, Besë ti e gjithë aty që ju jep disponime, ju jep shpirt, ashtu me këngë të tua. Fillimisht faleminderit për tyre që gjithmonë kur të mblidhemi së bashku, më lusin që ta këndoj së paku një këngë, unë e marr mikrofonin, filloj me një këngë, a dalin pastaj 3, 4, 5, varet për atmosferës, por faleminderit shumë për kolektivit, të cilët jashtëzakonisht e bëjnë një atmosferë maksimale, jashtëzakonisht e bëjnë një atmosferë fantastike me këngë, apo me zërin tim që vallëzojnë ata së bashku me mua. Unë e dona nëse s'kina i pyetje tjetër, para se me përmbyll. Jo, po kisha dasht se s'pëdja kje dhe të dëshirë me njëjtë. Një pyetje para se me përmbyll, edhe po e përmbyllim. E përmendni që në fillim që keni më rikthye muzikës. Cilat janë planet më të afërta, ose a keni filluar diçka me përgatit ose planet më të afërta janë kthimi im përsëri në media. Në dasma dhe mbrëmje veç se jeni po. Faktikisht jam prezente, mirë po në media do t'i kthejmë së shpejti. Okej, po të presim. Para se mu kthy. A na kishe këndu kështu një këngë, cilën do, që ty të pëlqen, sepse une nuk dyshoj se cila do këngë që kish me qenë Besa e di që e interpreton për mrekulli. Po besoj që edhe shikust i ka marrë malli pak për... Edhe Besa për live nuk priton hiç.
Kështu që ki kohë me mendu cilën dush, këngë, na po presim edhe kur do që je gati, të mënesh me fillu. Silu, silu, bote vjetë, ty t'ka beku Perëndia, Zoti është një, nuk ka tjetër, e besoni gjithë njerëzia. Zoti është një, nuk ka tjetër, e besoni gjithë njerëzia. Bes, faleminderit shumë për këtë këngë, po unë po du, si staf e kemi qef shumë të mankuqen. Nuk du me të shu pa e knu. Edhe pa tjetër se do ta këndoj me shumë dëshirë. Natyrisht. Hajde. Tu ma në kuqe, moj beli hol, ma bën me sy, ma bën me dorë. Tu ma në kuqe, moj beli hol, ma bën me sy, ma bën me dorë. Ma bën me sy, ma bën me dorë, të prej djali në obor. Ma bën me sy, ma bën me dorë, të prej djali në obor. Moj bes, Shumë në faleminderit, zamra Besa. Këndosh gjithmonë. Shumë. Apo e përmbyllim pjesën e intervistës së dona. Atëherë, po, edhe pse kisha ndëgju hala këngë. Të nditen, besoj që të nditen. Do të aftojmë Kismet Besën në një emision kështu Po. special. Pa tjetër edhe unë do të vi. Faleminderit shumë Besa që faleminderit ndot shumë. kohën sot për neve dhe na keni kënaq me informacionet që na i dhat, po edhe me këngë që na i këndut. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte edhe imja. Faleminderit. Atëherë Ilda, po shkoj me kronikën e radhës edhe rikthehemi përsëri në Po. studio. Unë jam doktor Rushdi Ismaili, jam specialist e mjekësisë familjare dhe punoj në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. A mund të na flisni pak për alergjit? Alergjitë janë një formë reaksioni të disa njerëz, të cilët për fat keq reagojnë vrollshëm ndaj gjërave të cilat njerëzit tjerë nuk do të reagonin. Edhe të disa mundën me shkaktu probleme shumë të vështira shëndetësore. Ne patëm një rast e cila ishte në fazën akute të alergjisë, dhe dashur një intervendim shumë i shpejtë. Mirë, po të shumica të tjerëve shkaktojnë vetëm të shtitje, vështirësi në frymarrje, skuqje të syve, shkorje të hundëve. Shumica manifestohen me vështirësi në frymarrje. Edhe ajo që kisha dalluar që në fillim është që disa që vuajnë nga vështirësinë frymarrje kanë probleme me astmën, edhe duhet një vëmendje e duhur të këta persona. Cilat janë shkaqet kryesore që shkaktojnë alergji e ndryshme tek persona të ndryshëm? Disa persona janë vetë senzitiv në substancat e caktuara, ne ekspozohemi njësoj në gjëra të njëjta parafërsisht, edhe nuk reagojnë, por disa reagojnë më vrollshëm. Tani, ata që përkeqësojnë është poleni, nëse flasim për alergjisë sezonale, edhe për fat të keq sila më e bukur e pranverës për ta është pak më e vështirë për ta jetuar. Mirë po, janë gjërat që na rrethojnë edhe të cilat janë të dëmshme për shëndetin e çdo kujt, e sidomos për ata që janë alergjik. Flas për duhanin, i cili tek këta persona pastaj e dyfishon, shumëfishon reaksionin e tyre dhe e përkeqëson gjendjen e tyre shëndetësore. Mirë po janë edhe plorat, janë edhe dotja e ajrit, ka shumë çka që futet në alergji. A është e domosdoshme alergjia sezonale edhe a ka diçka që e parandalon atë lloj alergjie? Ne kemi pacientë të cilët vazhdimisht janë alergjik, ka të cilët i trajtoj ta zëm para shumë gjatë, me muaj të tërë, edhe nuk ka lidhje patjetër me sezonin. Mirë po disa ka të bëjë me sezonin, sidomos me sezonin e polenit, me sezonin kur lulëzojnë lulet. Disa për fat keq janë më të ndjeshëm në këto,
edhe kam pastaj probleme shëndetësore. Cilat teste duhet përdoren, do me thonë për të zbuluar një alergji? Zakonisht bën disa teste lugurore, mirë po unë më shumë i kushtoj rëndësi asaj se çka thot pacienti, nëse ai shfaq alergji mbas ndonjë ushqimi të caktuar, mbas ndonjë veshje të veçantë ose prezenca ndonjë ambienti ku ai rre, më shumë i kushtoj rëndësi kësaj, po dhe testet lugurore e përcaktojnë pak a shumë se cili është alergjeni. A mund të ngatrohen alergjit me ndonjë ftohje ose ndonjë lloj të gripit? Zakonisht pak a shumë simptomet e alergjia nuk është shumë më ndryshme se sa një riniti, do më thonë një infekcion të thjeshtë. Mirë po alergjia zgjat më shumë edhe është më theksuar të këta persona. Kështu që ne e dallojmë kur është alergji, rinit alergjik ose astmë, ose kur është një ftohje e zakonshme. A ekziston alergjia, është e trashëgueshme ose është e gjenetike? Ka një farë baze, tash të them të drejtën, unë kam punuar shumë me fëmijë të cilët kanë astmë, edhe keqja është që ka një stigmë të madhe lidhur me këtë diagnozë. Ka dhe një refuzim në përdorimin e pompave, tani trashëgimia ka një rol të këta fëmijë. Kështu që në qoftë se ne në historinë familjare kemi që edhe personet e tjerë kanë astmë ose kanë probleme në frymarrje ose kanë ndryshime në lëkurë, gjasat që këta fëmijë të janë me astmë është edhe shumë e madhe. Unë zakonisht preferoj që të përdorim pompa. Ka nëna, ka prindër cilët e pranojnë me kënaqësi këtë opsion dhe i trajtojnë fëmijët me pompa, e cila është zgjedhja më e mirë e mundshme në këto raste, por ka dhe refuzime për fat të keq. Me gjithë këtë eksperiencë ju si doktor, a mendoni që po krijon alergji të reja? Alergjit kanë qenë gjithmonë, tash të themi alergji të reja është e mundur, jetojmë në një ambient ku kemi një dënësi më të madhe të popullatës, edhe ndotje më të madhe të ambientit, kështu që është e mundshme që kemi raste më të shumta të alergjisë se përpara. Mirë, po kanë ekzistuar edhe përpara, edhe janë trajtuar. A mund të kurohen 100% alergjit, për shkak që në disa raste dëgjojmë që e ka alergjinë e përjetshme, nuk mund të kurohet, vazhdon me terapi të ndryshme. Çka mendoni ju, a mund të kurohet një alergji për gjithë jetën? Disa pacientë vazhdimisht e kanë një farë baze të reagimit të theksuar, e kanë një farë statusi alergjik, kështu që është goxha e vështirë që ta sjellësh në një person i cili funksionon si të tjerët. Mirë po ka terapi afat shkurt, thash kam pacientë të cilët i trajtoj me muaj të tërë, edhe të cilët pastaj janë stabil. Kur është tek astma, i trajtoj me pompa, edhe kanë faza kur ata janë krejtësisht në gjendje normale, funksionojnë në mënyrë të zakonshme. Mirë po kur kanë fazat e përkeqësimit, pastaj i këshilloj që të përdorin prap pompat edhe ata pastaj ndihen mirë. Ka raste kur shorohet plotësisht, qoftë alergjia lëkurore ose alergjia që shfaqet në rrugë të frymarrjes, edhe astma, nëse po flas për këto dy gjëra më të mëdha të alergjisë. Mirë po në shumicën e rasteve është një trajtim afatgjatë, një punë këmbgulse mes mjekut edhe pacientit. Po, a mendon ndryshimi i stilit jetës, a mund të ndikojë në menaxhimin e alergjive? Gjithmonë, unë kur flas, ta fokusoj më shumë bisedën tani tek fëmijët që kanë astmë. Kaloj ashtu dikun gjysmore me prindër për të biseduar për shëndetin e tyre edhe për planin e trajtimit. Edhe flas shumë për atë që e përkeqëson këtë situatë, që është në ratë të parë pirja e luhanit. Pastaj, familjet tona janë disi shumë të pastërta, përdorin shumë sprej, detergjent, domestos, lloje të ndryshme të mirëbajtjes së higjienës, dhe ju them që në shumicën e rasteve është e mjaftueshme që të merret një letër e kuzhinës, të paloset, të futet në ujë dhe më të pastron gjërat pa rreth. Pastaj janë parfumet, janë aromat, të cilat e përkeqësojnë shumë gjendjen e fëmijës, po edhe të të rriturve. Kështu që këshillat e mia është që t'i shmangin këto gjëra. Kur është fjala për polenin është goxha vështirë, sepse ne jetojmë në një vend ku kemi dronj, kemi pemë të ndryshme.
Mirë po dohani edhe alergjenet tjetë, cilët paka shumë i përmenda, janë të shmangshëm. Në vendin ku është një fëmijë me astmë, nuk do të pije dohani fare, ose më së miri prind mos pinë dohan. Ose edhe mysafirët që vinë të mos tymosin. Tash është krijuar edhe pak kultura që mos pije dohani, mirë po nuk duhet të jenë as në ambientet ku pije dohan për fat keq ne do t'i marrim edhe fëmijët në për restorane. Disa e kanë bërë një farë ndarje, gjoja, se po ka një hapësirë me dohan, tjetra pa dohan, po nuk kanë ndarë se. Kështu që janë këto gjëra që cilat do ta ndihmojnë shumë cilësinë e jetës së fëmijëve, po edhe të rriturve. Përveç tek fëmijët, a mund të shfaqet alergjia edhe gjatë kohës së pleqërisë? Ka disa njerëz që gjithmonë kanë një farë baze alergjie. Më shumë është e shprehur tek fëmijët, mirë po ka që janë edhe kanë alergji edhe në mosha të shtyra. Megjithëse pak bjen statusi alergjik të moshuarit, po ka raste që kanë alergji edhe të moshuarit. Kohëve të fundit kam dëgjuar që shumë persona ankohen në irritim ose kryerje të lëkurës. A mund të ketë kjo një bazë apo është çështje sezoni? Unë kur ka këso situatash pata sa dhe gjatë punës, pata dhe raste të rënda alergjike që është një trajtim shumë emergjent, asaj pacientës, pata një rast shumë të thjesht alergjik. Mirë, po ne do të shikojmë se ka të smundje tjera të lëkurës. Tash, ne dim që ndoshta skabjesi është të kaluarës, mirë po akoma ka raste me skabjes. Ka raste kur ka mikoza, ka raste kur ka infeksione, kështu që jo patjetër është alergji çdo kryerje e trupit. Mirë po në qoftë se dëshoj që ka alergji, jap barna për alergji. Në qoftë se pacienti për 2-3 ditë dihet mirë, jemi në rrugë të duhur. Mirë po në qoftë se jo, atëherë kërkoj testë të shtesë për ta konfirmuar një diagnozë tjetër. Faleminderit shumë, doktor, për kohën. Faleminderit juve. Falenderoj edhe dëgjuesit e televizionit Arvëria, shpresoj që këto këshilla janë të mirëseardha për ta, sidomos kur është fjala për astmën, sidomos është fjala për prindrit, shfrytëzoj që të bëj një apel, një thirrje për ta që të mos refuzojnë diagnozën e astmës, që të mos e marrin në mënyrë stigmatizuese, fëmijët nuk kanë fajt pse vuajnë nga astma, dhe që të mos refuzojnë përdorimin e pompave se janë gjëja më e duhura për ta dhe ndihmojnë arritjen dhe zhvillimin e tyre. Shikues të televizionit Arbëria, u rikthyem kështu në studio pasi që e pam storjen e përgatitur nga Arianita Halili, cilën e kemi edhe këtu në studio që kam na fol sa më shumë për alergjitë dhe informacionet që i ka dhënë doktorin fjalë. Edhe pse unë nuk jam ajo adekuatja për me folë për këtë lloj problemi shëndetësor, po e pata nderin dhe kënaqësinë ta intervistoj doktor Rushit Ismailin në ÇKMF për këtë problem cilën po i shqetëson shumë persona, sidomos fëmijët, siç e dim se tek moshat më të rritura ose tek pleqëria, me sa dhe mësova prej të nderumit, ndodh më rrallë, domethënë me prek alergjia. Unë isha interesuar për shumë detaje rreth këtij problemi, por po i ceku disa për shkak që mund ta ndjekin edhe video në televizionin Arbëria, se është gjenetike s'pari alergjia, më interesoj me ditë. Sipas doktor Rushit Ismaili tha se po mund t'jetë edhe gjenetike ose trashëguese dhe se me zakonshme është astma, që shpesh herë mendojmë që mund t'jetë ndonjë ankth, unë personalisht se e kom pas këtë problem, mund të kemi ankth ose mund të kemi probleme me mushkrit, por mund t'jetë edhe alergjia që është më shpeshta. Edhe rekomandimi i zotëriut ishte që të përdorim pompa për frymarrje. Edhe pse mos të harrojmë cek që këtu në vendin ton shpesh herë prindrit po refuzonin për pompa për fëmijët e tyre. Nuk e di arsyeja cila është, se unë personalisht mendoj që nganjëherë kemi nevojë për atë oksigjenin ton
për një oksigjen, nështë me vërtet, marë, po. kemi probleme me frym, lodhemi ose çka do të qoftë. Edhe për dërisa e rekomandojnë mjek, po besoj që s'është e nevojshme me boks ndalesa për fëmijët. Po, nuk është ndonjë antibiotik ose çfarë di, është thjesht një pomë që ndihmon në lirimin e frymarrjes. Pastaj pyetja tjetër ishte se a ka moshë caktuar alergjia, domethënë se kur mund shfaqet alergjia. Doktori tha se tek moshat, domethënë nuk është e caktuar alergjia, por më shumë t'i preken fëmijët, që sigurisht e dim që janë më të ndihshëm, sepse janë gjatë zhvillimit të tyre. Por nuk e ka përjashtuar edhe pleqërinë, sigurisht mosha e mesme, edhe pastaj biseduam për një diçka që mu më interesoj shumë, se unë kam pa raste, domethënë në shoqërinë time ose familjar, që vuajnë gjatë gjithë jetës së tyre, dhe e pyetja imi ishte se a ka shërim, a ka kurem kjo? Po, pikërisht desha me të pyet që a thanë doktor që ka ndonjë sam për më mbrojt ose me parandalu? Doktorit ose zotëri Ismaili ka thënë që kurimi nuk mund të themi që është i sigurt 100%, por ka medikamente që ndihmojnë në, domethënë, lehtësimin sadopak të këtij problemi, por për gjithë jetën nuk është e sigurt. Edhe pse unë, domethënë, kisha atë dëshirën ta di që alergjia është, mendoj, një problem goxha i madh, sidomos doktori e ka cek shpesh herë astmën, domethënë që është problemi kryesor. A ka shërim, a mundet pastaj personi me vazhdu me jetu lirshëm, pa komplekse. Doktori tha që nuk është e sigurt, po sa i përket pjesës të polenit, nëse dikush është alergji në polen, domethënë është diçka, është më e vështira prej me menaxhu, sepse polen ki gjithandej, ki në rrugë, Pikërisht jemi në kohën. Po. Gjithashtu mos harroj me cek, sipas doktorit, duhet persona nëse kanë probleme me kruarje ose të shtimat shpeshta, shkuarje të hundëve, ndalim të frymarrjes, duhet konsultohen urgjentisht me doktor adekuat, për shkak që nuk të shtima ose shkuarja e hundës nuk është gjithmonë ftohje. Mund të jetë edhe një alergji që mund të shkaktoj probleme të mëdha e më të mëdha. Mund edhe të shkojë ndoshta deri tek vdekja. Më keqja, po. Po, normalisht. Po mënoj se cilit sa nëse nuk i vim gati atër. Po, sigurisht. Po, sidomos të rastet nëse je alergji në barra ose saktuara, u kam shumë raste që pacienta ju ka përkeqësu gjendje jashtëzakonisht shumë. Por, domethënë si përfundim, për një kurim për të gjithë jetën nuk është që ka japë një konstatim që mund të jetë 100%, por edhe mundet, varet prej organizmit edhe të personave. Kryesor janë pas një përmirësim gjendjes, kështu që po sa do pak me lehtësu personave që kanë këso lloj të lashe. E do nëse nuk i na i pyetje, unë e kisha falenderoj. Jo, vetëm po, edhe unë po e falenderoj për të informacione. Po besoj që sa do pak po kanë qenë dobishme për qytetarë, se jemi pikërisht në kohën e pranverës, pikërisht në kohën e polenit, siç e përmendet. Po, këto sezonalet janë më të zakonshme se të tjerat, po për detaje më të thella, mundet me e pa edhe intervistën që e kom bua me të nderumin doktorin në televizionin Arbëria, se une kështashtu nuk jem adekuate për këtë lëmi, por sa do pak besoj që mund t'i ndihmoj edhe persona që janë të prekur me këtë lloj problemi, nëse mund të themi shëndetësor. Faleminderit shumë. Sa do pak ne i kemi përquat mesazhin tek qytetarët edhe i kemi dhënë informacione. Faleminderit për mundësinë. Shihemi edhe herave të tjera. Presim në zonën tjera. Po, normalisht. Po, sigurisht, s'kemi të ndalur tash. Po, patjetër. E dona ne për sot e kishim përmbyll. Po, atëherë shikues të dashur, po ju përshëndesim.
ne 3 gocat e të Varvërisë, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Pasdite dhe javë të këndshme. Shihemi ne në emisionet e ardhshme. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.